Në të gjithë historinë e madhërishme dhe të tmerrshme të pushtimeve, është një emër që qëndron mbi gjithë të tjerët. Një luftëtar, një mbret, një legjend. Aleksandri i Madh. Aleksandri mbetet unik në të gjithë botën. I lindur nga një nënë e pamëshirshme. Ajo besonte se ishte gruaja e një qenie superiore. I edukuar nga një filozof i madhërishëm, Aristoteli, mendimtari me ndikimin më të madh në botë, i shtyrë nga një baba zotërues. Ai rritet shumë shpejt dhe është në atë çast që kuptimi i jetës së tij merr rrjedhën. Luftëtar Maqedonas në moshën 14 vjeçare, general në moshën 18 vjeçare, 20 vjeç mbret në krye të 40.000 ushtarëve që luftonin deri në vdekje. Ai lë pas vetes së tij një trashëgimi të madhe, një histori në formën e kundërsensit që merr jetë edhe sot. Ka rreth 2000 vjet që kur këtu jetonte njeriu që shumë e njohin si luftëtari më i madh i të gjitha kohërave. Ne gjendemi në veri të Greqisë, në rrënojat e qytetit antik të Pelaus, ku ngrihet pallati i mbretit Filipi II i Maqedonisë, babai i Aleksandrit të Madh. Është ky vendi ku në shekullin e 4 para erës sonë, Aleksandri mësoi të pushtonte botën. Ne do të eksplorojmë peripecitë e këtyre pushtimeve që zgjasin 12 vjet, 22.000 kilometra dhe mbulojnë territore ku sot janë Greqia, Turqia, Libani, Egjipti, Irani, Iraku, Afganistani dhe Pakistani. Ne do të shohim personalitetin kompleks të një njeriu që mbase e konsideronte veten një zot, por që vdiq në moshën 32 vjeçare. Ashtu si Aleksandri, ne do të ndjekim një mision, të gjejmë përgjigjet e shumë pyetjeve që janë objekt studimi i shumë historianëve të kohërave. Kush ishte Aleksandri? Kush ishte motivi i tij? Dhe si arriti ai që në moshë kaq të re të ndërtonte një perandori kaq të madhe? Gati gjithçka që ne dim në lidhje me të, e dim nga 4 historianët e antikitetit që shkruan përqindra vjet pas vdekjes së Aleksandrit. 323 avant Jésus-Christ. Shkrimet bazohen mbi të dhëna të marra nga luftëtarë të mëdhenj që kanë luftuar për krau dhe hesit legjendar. Përmes këtyre historianëve kemi Arionin, një autor grek. Diodor de Sisin, Kente Kurser, shkrimtar me origjinë nga Roma dhe filozof grek, Plutarku, i vetmi shkrimtar që dokumentoi fëmijërinë e Aleksandrit dhe që bëri një analizë gati të mirëqënd të personalitetit të tij. Kur një skulptor kërkon të bëjë një portret, në fillim ai merret me fytyrën, me shprehjen e shikimit dhe më pas me pjesët e tjera të trupit. Për skulptorët duhet të dimë që ka rëndësi të veçantë drita e shpirtit. Kështu nis historia jonë e mahnitshme mbi një njeri që në një periudhë kaq të shkurtër, prej 32 vitesh, arriti të mbetej i pavdekshëm në sytë e historisë. Viti 356 para erës sonë ishte viti i lindjes së Aleksandrit. Në një rajon të Greqisë veriore e njohur atëherë me emrin Maqedoni, mbreti Filipi II mbretëron mbi një popull që grekët e tjerë e konsideronin inferior. Përshtypja që ne kemi për maqedonasit është që ata nuk dinin të shkruanin e të lexonin, dhe që janë në disnivel me kulturat e tjera dhe shumë të rrezikshëm, ashtu siç na tregohet edhe vetë mbreti Filipi II. Por maqedonasit kishin pasuri të mëdha. Ato kontrollonin rajone ku kishte miniera ari dhe argjendi. Filipi shfrytëzonte pasuritë e tij në maksimum. Ai ndërtoi dhe formoi një ushtri që figuron ndër më të mirat e botës. Mbretëria e Filipit na dha mundësinë të shikonim një shfaqje të tmerrshme. Fakti që kjo mbretëri e pa organizuar e Maqedonasve për një herë u formua madhërishëm, tregon që ata zotronin një fuqi ekonomike të lartë. Por aty ku ka pushtet, ka ndërkohë edhe pasion. Në vitin 357 para erës sonë, Filipi atëherë në moshën 26 vjeçare, ra në dashuri me një vajzë të re të quajtur Olimpia, me origjinë nga rajoni i Epirit në Greqi. Ai kërkoi dorën e saj për martesë dhe kështu ajo u bë një nga gratë e tij të shumta.
Nuk ka dyshim që ai kishte këtë reputacion. Ai merrte një grua të re pas çdo fushate që bënte. Kjo tregon që ai donte të ruante sigurinë e tij diplomatike, duke lidhur këto aleanca të ndryshme. En contractant ces diverses alliances. Filipi u mahnit nga bukuria e Olimpias, por ai përsëri nuk kishte besim tek ana e saj ekstravagante dhe pëlqimi i saj mbi mitologjinë mistike. Ajo ishte me temperament të lartë. Ajo ndiqte politikën, ajo besonte në fe. Por mbi të gjitha ajo ishte dinastike. Mos u habitni, qëllimi kryesor i Olimpias për gjatë gjithë jetës ishte që patjetër ta vendoste djalin e saj Aleksandër mbi fron. Besoj se ajo ishte e pamërshirshme në lidhje me Aleksandrin dhe çka ati i bënin. Concerne la succession de son fils Alexandre, absolument impitoyable. Martesa e Filipit me Olimpian u bë për mbreti një burimi një shqetësimi të cilin ai nuk e kishte parë as në fushat e betejës. Një prej netëve të muajit të mjaltit filloi makthi. Filipi pa një natë në ëndër gruan e tij duke u ngjitur në përerë dhe mbasaj u krijua një siluet luani. Një herë tjetër kishte hasur një gjarpër që flinte ngjitur Olimpias, të cilën e kishte zëngjumi, dhe kjo solli ftohjen e pasionit dhe tërheqjen e tij ndaj saj. Që nga ky moment ai fjeti sa vjen më pak herë me të. Ai kishte frikë se ajo do t'i bënte ndonjë magji keqsjellse dhe mendonte që ajo ishte shoqja e ndonjë qenie më superiore nga ato që njiheshin. Marrëdhënia e Filipit dhe Olimpias shkoi kështu drejt shkatërimit. Ai e shihte personalisht se si gjarpëri zvarritej në përshtrat me Olimpian. Dhe ky zbulim e shqetësoi pamas. Dhe duke qenë se ishte mbreti i të gjitha zotave greke, Zeusi shpeshherë paraqitej në formën e një gjarpëri. Filipit i lindi ndjenja për të zbuluar nëse fëmia që do të vinte në dritë nga Olimpia kishte gjenet e tij apo mbase ashtu siç mund të imagjinohej ato të Zeusit. Dhe ekzistonte vetëm një vend ku Filipi mund të gjente një përgjigje. Orakulli i Apollonit në Delf. Delfi, ashtu si ai, ka qenë në shekullin e 4 para erës sonë një metropol gjithjetë, qendër tregtare e fuqishme dhe garave sportive. Ja Delfi sot. Kolonat e tempullit të Apollonit ngrihen aq madhërishëm në plajën e një kodre e cila shkonte drejt gjirit të Korinthit. Për ne, kur dëgjojmë të flitet për orakullin e Delfit, ajo që imagjinojmë është gjithë një ky vend. Personi është një profet dhe fjalët e tij tregojnë një profetësi. Pra ky është vendi i shenjtë që i ishte kushtuar Apollonit dhe ai ishte zoti i diell, zoti i muzikës dhe i poezisë. Nga ana tjetër në Delf Apolloni mund të parashikonte të ardhmen e njerëzve. Ai e zotëronte këtë karizëm të veçantë, edhe për këtë arsye e quajmë orakull. Ja pra, orakulli i Delfit. Në brëndësi të tij vëmë rreth thesare të mëdha. Statujat, omazhet, tempullin, si edhe ndërtesat e rëndësishme. Les statues, les hommages. Le temple est l'édifice le plus important. Poshtë gjendej shpella, dhoma sekrete ku qëndronte priftëresha. Aty ajo u parashikonte të ardhmen njerëzve. Gjatë muajve që pasuan lindjen e Aleksandrit në vitin 356 para erës sonë, Filipi kishte vetëm një pyetje për orakullin e Delfit. Djali i tij do të ishte biri një të vdekshmi apo do të ishte zot? Filipi mori një rrugë për Delf ku do t'i jepte shpjegim pyetjes dhe skenave që kishte parë më parë. Por kur orakulli i thotë që Aleksandri do t'jetë biri një zoti, Filipi u detyrua t'i bënte nderime Zeusit dhe ta shihte atë si të plot fuqishmin.
Gjithashtu orakulli i thotë se Filipi do të humbiste shikimin tek ai sy, me të cilin kishte parë Olimpia në dhomë duke fjetur me gjarprin. Një profeci e cila u realizua 12 vjet më vonë, atëherë kur Filipi ishte plagosur rënd përgjatë një betejë. Sot, i shohim me dyshim histori të tilla si këto këtu që na janë paraqitur nga historianët të antikitetit. Tout le monde dit Sot nëse shohim në të gjithë botën, nëse dikujt i ndodh që të shoh gruan e tij në shtrat me një anakonda gjigande, nuk e di nëse do t'i bëj ai shumë përshtypje apo t'i shkoj mendja në gjëra të tilla. Kështu pra, pas një dyshim që fëmia që Olimpia lindi në verën e vitit 356 para erëson, ishte destinuar për të shkaktuar triumfe dhe tragjedi për vendin e tij, për familjen e tij gjithashtu dhe për veten e tij. Kështu ai u bë Aleksandri i Madh. Në kohën kur lindi Aleksandri, në vitin 356 para erës sonë, trupat e Filipit të dytë përparonin drejt zgjerimit të mbretërisë së tij. Dy qytetet të rajonit Maqedonas në Greqinë e Veriut kishin pozita gjeografike shumë të pëlqyera. Egeu, sot i pagzuar Vergjina, ishte kryeqyteti i parë i kësaj mbretërie dhe vazhdimësisht luante rol kryesor si në politik, ashtu edhe në fushën e arteve. Rënojat e një pallati gjigant të ndërtuar aty jetojnë akoma ashtu si një arenë ku merrnin jetë ceremonit, shfaqjet si edhe kompeticionet sportive. Në shekullin e 4 para erës sonë, Pella u bë kryeqyteti i Maqedonisë, edhe këtu u vendos mbreti Filipi II. Këtu do të rritej Aleksandri i Madh. Ai kalon një jetë mbreti që është shumë larg asaj të një fëmie të thjeshtë. Ambicia dhe kurioziteti i tij për jetën nuk njihnin kufi. Aleksandri ishte një fëmijë i vogël, por me një inteligjencë që vihej re. Autori i tij i preferuar ishte Homeri. Në fillim ai mori edukimin në shkollë që ishte vetëm për elitën maqedonase. Në këtë akademi, ai arriti formimin më të mirë në fushat universitare, sportive dhe ushtarake. Kur ai ishte në moshën 13 vjeçare, nga një ngjarje e ndodhur, bëri që Filipi të mendonte që i biri kishte një inteligjencë e cila ishte e barabartë vetëm me kurajon e tij. Un jour, Philonikos, le Thessalien, amena à Philippe un cheval baptisé Bucéphale. Një ditë Thesaliani ose Lonikos i solli Filipit një kal të pagzuar me emrin Bucefal dhe ja propozoi për t'ia shitur me vlerën e 13 talonave. Mbreti dhe shokët e tij filluan të argëtoheshin me kalin dhe dolën në përfundimin se ai ishte i egër dhe i pamundur për t'u zbutur. Filipi dha urdhrin për ta liruar kalin. Në këtë moment, Aleksandri që po shikonte gjithë këtë skenë e komentoi: "Çfarë kali po humba ai?" Dhe e gjitha kjo, sepse ai nuk diti se si të merret me të, apo nuk guxon fare që të merret. Aleksandri ju afrua me të shpejt Bucefalit dhe e kapi kapistallin e tij, duke e detyruar të kthejë me fytyrë nga dielli, duke treguar kështu që kali kishte frikë nga hija e tij. Aleksandri e kaloroi me qetësi. Ai eci me të duke treguar që koha e kalorësit kishte ardhur. Në këtë çast, Filipi dhe miqtë e tij po shikonin të kënaqur dhe me ankth rrugën që Aleksandri bëri me kal, duke filluar kështu një epokë triumfuese. L'air triomphant. Historia tregon që babai i tij u mbyt nga lotët dhe gëzimi, dhe pasi Aleksandri ul në tokë, ai i puthi ballin dhe i tha: "Biri im, kërkoj një mbretëri për madhështinë tënde. Maqedonia është shumë e vogël për ty." E vërtet apo jo, legjenda thot se Bucefali u bë kali i preferuar i Aleksandrit, ai që do t'i shërbente deri në fund përgjatë të gjitha betejave të ardhmes. Mbreti Filip u impresionua kaq shumë nga i biri sa që dekretoi një ligj që thoshte se gjithçka që Aleksandri donte të mësonte nuk do t'i mungonte. Filipi bëri që të vinte një mendimtar i madh, një njeri që do të hynte në histori si një prej mendimtarëve më me ndikim në botë, Aristoteli. Filipi ofroi gjithashtu djalit të tij një ambient magjik në të cilin ai të studionte. Ja vendi i Naef Menieza, në mes të kopshteve legjendare të Midas. Urimet e tij dhe gjithçka tjetër konsideroheshin si vende të shenjta për naeftianët, krijesa këto mitologjike të frymzuara nga natyra.
Sipas Plutarkut, Aleksandri thoshte se nëse jati Filipi i kishte bërë dhurata në jetë, Aristoteli e kishte mësuar të jetonte mirë. Çdo ditë Aleksandri, atëherë një adoleshent, ndishte këtë shtek për të mbërritur në shpellën në të cilën Aristoteli i jepte mësimet. Aristoteli ka qenë një nga shpresit më të plot që kanë ekzistuar ndonjëherë. Një filozof që me mësimet e tij zbulonte etikën, politikën, muzikën, mjekësinë, embriologjinë, astronominë, botanikën, elementet, optikën, historinë, zoologjinë, retorikën, poezinë, si edhe elementët jetësor si kurioziteti. Ai mësoi Aleksandrit që nuk duhej të shmangej nga asgjë. Çdo situatë është e ndryshme, duhet vështruar, analizuar si situatë dhe më pas të nxirren përfundimet. Të gjithë këtij mësimi shtojeni spontanitetin natyral të Aleksandrit dhe do të përfitoni këtë gjeni. Kjo është periudha kur Aleksandri kalon nga adoleshenca në moshën e një burri dhe takon Efesianin, djalin e një aristokrati Maqedonas. Efesiani do të bëhej miku më i mirë i Aleksandrit dhe në jetën e tij një mik i kudo gjendur. Atëherë kur Aleksandri ishte në fillimet e adoleshencës, Filipi dhe Olimpia shqetësoheshin se mos e shihnin të bëhej ai çka grekët e quanin një gines, që do të thotë një njeri homoseksual. Me qëllimin që ta fustin në një rrugë të duhur, ata të dy vendosën që të sillnin disa prostituta luksi, që t'i tregonin atij se kush duhej të ishte. Por atëherë shtrohet pyetja: ç'duhet të bëni nëse jeni një iri akoma fëmijë, ndërsa babai juaj është një burr i madh, një pijetar i madh, një luftëtar i madh me një karrierë ushtarake të mbushur plot me sukses? Nuk mund të pyesim vetëm nëse miqësia e madhe që ai tregon dhe ndan për gjatë gjithë jetës me Efesianin tregon që ai është i vetmi njeri tek i cili shprehej dhe mbështetej për çdo gjë. Et être lui-même. Mendoj se motivi i vërtet i Aleksandrit ishte çka ai duhet të studionte dhe të arrinte në jetë. Ai e kishte kënaqësi të zgjidhte problemet e lidhura me ndërtimin e një ushtrie masive dhe me përdorimin e kësaj ushtrie kolosale për të fituar objektiva strategjike. Kjo ishte ajo që e eksitonte. Nëse do të shohim betejat me vëmendje, do të themi se ajo që e eksitonte me të vërtet ishte teksa thyente ushtri të tjera. Dhe për atë kohë kjo ishte një kënaqësi shumë herë më e madhe se ajo që i ofronte seksi. Mendojmë që filozofia e Aristotelit, dhuntia prej ushtaraku e Filipit dhe pasioni për mitologjinë e Olimpias u përzien për të krijuar qenien njerëzore të jashtëzakonshme, Aleksandrin. Shumë shpejt ai do të njohë mundësinë për të parë vetveten në një betejë lufte, dhe në të njëjtën kohë ai do të bëhet gjithashtu i një elite, si Jati. Në vitin 340 para erës sonë, mbreti Filipi II i Maqedonisë, babai i Aleksandrit, atëherë në moshën 16 vjeçare, është në luftë. Qëllimi i tij është të zotërojë Greqinë. Falanga maqedonase është arma e luftës më e fortë e Filipit. Me ushtarë shumë të mirë të servitur që mbanin hushta dhe shpata, që bashkonin me formacione të rregullta dhe strikte. Një makinë lufte madhështore. Kjo ishte praktikisht e pamundur që të ndalej. Filipi e ndërtoi këtë formacion duke u bazuar tek falanga tradicionale greke. Ndryshimi kryesor me ushtrinë e Filipit qëndron në faktin se grupimi ushtarak është më i vogël, por heshtat që mbajnë ushtarët janë shumë më të gjata. Gjatësia e tyre shkon nga 4.5 metra deri në 5.5 metra. Ajo është e pajisur me një kundërpeshë në pikën më të afërt me ushtarin, çka lejon që forca shtytëse të jetë më e madhe dhe mundësia për të ngritur heshtën të jetë më e lehtë. Pra, me këto heshta që shkojnë nga 4.5 deri në 5.5 metra, njerëzit që i mbanin duhet të stërviteshin që të mund t'i përdonin lehtësisht. Nëse ju do të gjendeshit përballë me një ushtri të tillë maqedonase, ju do të vërenit një mur prej mijëra njerëzish të armatosur me këto heshta.
Ju do të kishit këtë makineri metalike vdekjeprurse duke ecur drejt jush dhe do ta kishit shumë të vështirë të pristit në vend qëndrim me atë ushtrinë tuaj të vogël. Atëherë me kusht që ajo të ruante formacionin e saj, duhet të shkatronte gjithçka i dilte para dhe pikërisht këtë bënte. Ce qu'elle faisait. Kur Aleksandri mbushi 16 vjeç, Filipi kontrollonte pjesën më të madhe të Greqisë, dhe ndërkohë që Aleksandri informoi për të gjitha fitoret e tij, nuk tregonte asnjë farë krenarie. Çdo herë që ai mësonte se Filipi kishte zënë një qytet të rëndësishëm apo kishte korrur një fitore të madhe, Aleksandri nuk tregonte asnjë kënaqësi. Por në të kundërt, ai u thoshte miqve të tij: "Miqtë e mi, babai im po më lë jashtë çdo gjëje. Në botë nuk do të ngelet asgjë e madhe për të provuar, ashtu si për mua, edhe për ju." Aleksandri nuk kishte asnjë dëshirë të drejtonte një mbretëri të ngritur, që ofronte pasuri dhe gjithçka tjetër. Kënaqësia e tij bazohej në një jetë luftrash, betejash dhe ambiciesh të mëdha. Në vitin 339 para erës sonë, Aleksandri kalon pjesën më të madhe të kohës së tij në kryeqytetin e Maqedonisë, në Egje, duke studiuar shkrimet që flisnin për bëmat dhe fitoret e të Atit. Për të gjithë po bëhej e dukshme që ai dëshironte gjithnjë e më shumë që të merrte pjesë në luftime dhe që dita kur ai të festonte pushtimet e tij do të vinte shpejt. Në një ditë kur Filipi mungonte, disa ambasadorë të mbretit të Perisë mbërritën në Egje. Aleksandri priti në pallatin e të Atit dhe la një përshtypje shumë të fortë tek ata. Kjo falë diturive të tij, inteligjencës dhe njohjeve të tij politike. Ai u la të mendonin se pushtimet e mëdha të Filipit nuk kishin asgjë para ambicieve të mëdha dhe të rrezikshme të birit. Në të njëjtën kohë, edhe Filipi nuk kishte hequr dorë nga ambicia e tij për të kontrolluar Greqinë. Dy ushtrit më të mëdha që atij i përbënin pengesë ishin ato të Tebës dhe të Athinës. Ata ishin një grup ushtarësh të betuar, të rekrutuar mbi dashurinë dhe ndjenjat e tyre. Batalioni i shenjtë i Tebës ishte i përbërë nga 150 çifte homoseksualësh, të cilët hanin bashk, flinin bashk dhe luftonin bashk, duke mos u trembur asnjëherë para asgjëje dhe duke luftuar për ditë deri në vdekje. Në mënyrë që të bënin sulmin e Filipit akoma më të vështirë, Tebasit dhe Athinasit morën si përkraje armë dhe ushtarë nga mbretëria perse, e cila konsiderohej si kombi më i fuqishëm i të gjithë botës. Mbreti i Persisë e dinte që nëse Filipi do të pushtonte të gjithë Greqinë, atëherë Persia do të ishte objektivi i tij i ri. Por motivimi i Filipit u bë më akmarrës me futjen e persëve në brëndësi të politikave greke dhe maqedonase. Drejtuesi persian kishte një dëshirë shumë të madhe që të shihte trupat e Tebës dhe Athinës gjithashtu të jepnin fund ambicieve të Filipit. Përballjet e forcave u vunë në jetë një vend të quajtur Sheron, në qendër të Greqisë, ku sot shtrihen fusha pambuku që s'mund t'i shohësh me sy. Për Filipin një humbje do të thoshte fundi i pushtimit të tij. Ndërkohë që një fitore, atij do t'i hapte të gjitha rrugët në drejtim të Azisë. Gusht i vitit 338 para erës sonë, dita e betejës së Sherones, erdhi. Aleksandri ishte 18 vjeç dhe Filipi mendonte se për të birin kishte ardhur momenti që të bëhej një drejtues i ushtrisë maqedonase. Ai beson atij drejtimin e kalorësisë se përbërë nga 2000 njerëz që gjithnjë luanin një rol shumë strategjik në betejat e udhëhequra nga Filipi. Ata sulmonin armiqt nga krahët. Është pikërisht nga betejë e Sherones që historiani Dior filloi shkrimet e tij mbi jetën e Aleksandrit. Tritur rreshtua në agim dhe Filipi vendosi birin e tij, Aleksandrin, akoma të ri, por të njohur për reagimet e tij të shpejta dhe të zgjuara. Gjithashtu pas tij, general dhe ushtar mjaft të njohur. Ndërkohë që ai vetë në krye të një grupi ushtarakësh të elitës komandonte krahun tjetër. Disa njësi të pavarura ishin vendosur për të ofruar shërbim të ndihmave të shpejta. Përballë tyre Athinasit kishin krijuar klane kombëtare, duke pasuar në njërin krah Tebasit dhe duke drejtuar ata vetë. Gjendem në vendin e betejës së Sherones. Mbreti Filip nisi betejën duke shtyrë përpara disa batalione maqedonase.
ndërkohë që godet edhe nga krahët. Por papritur u dha një sinjal tërheqjeje. U kuptua që të bëj të avancojë një falangë ushtarake drejt një gryke të tillë ishte një hap gati i pamundur, sepse përballë ishte një ushtri ku merrnin pjesë edhe luftëtarë të ushtrisë më të mirë të botës. Athinasit dhe aleatët e tyre në këtë moment përparuan në fushën e betejës duke u hedhur drejt maqedonasve që duket se ishin duke u tërhequr. Nga ana tjetër, ushtarët e Tebës nuk luanin sepse kjo do të ishte një gabim. Në fakt, kjo ishte një marrëveshje sekrete midis Athinasve dhe aleatëve të tyre, dhe Aleksandri e vuri re. Ai përparon me kalorësinë menjëherë sapo vë re këtë veprim dhe shfryn gjithë forcën e vet duke rrethuar Tebasit dhe përfundon duke sulmuar aleatët nga krahët. Në të njëjtin moment, pjesa tjetër e ushtrisë maqedonase mobilizohet dhe fillon të avancojë. Ata thyen Athinasit duke i masakruar. 2000 prej tyre kapitulluan shumë shpejt. Capitule. Les Thébains n'ont pas cette chance. Dhe Tebasit nuk kishin mundësi. Totalisht të rrethuar nga Aleksandri dhe kalorësia, ato u masakruan gati të gjithë. Të nesërmen e betejës së përgjakshme në gusht të vitit 338 para erëson, tokat e Sherones ishin të mbuluara nga kufomat. Filipi së bashku me ndihmën e djalit të tij arriti të mbushte qëllimin për të pasur pushtetin mbi të gjithë Greqinë. Beteja e Tebës është e gjitha e varrosur këtu nën këtë statuj luani. Të gjithë të vdekurit gjenden këtu. Beteja e Sherones përmbushi dy gjëra. Në planin personal, ajo provoi që Aleksandri ishte një drejtues efikas dhe kurajos, duke drejtuar trupat e kalorësisë, padyshim më të njohur të botës. Në planin politik, ajo vendosi kontrollin e Filipit mbi Athinën dhe pjesën më të madhe të qyteteve kryesore greke. Ai lejoi vetes që të ishte bujar. Ai urdhëroi lirimin dhe faljen e të gjithë të burgosurve, dhe këto kushte u pranuan. Aleksandri hyri veti pari në Athinë, i mbështetur nga një gard nderi dhe një elitë ushtarake. Në këtë kohë marrëdhëniet babë-bir kishin ndryshuar. Kjo ishte era e parë që Filipi do t'i besonte Aleksandrit një përgjegjësi kaq të madhe. Beteja e Sherones mund të kishte shënuar fillimin e një perandorie babab-bir Maqedonas, por e ardhmja na rezervon një fakt komplet ndryshe. Një fakt që nuk tregon asnjë farë respekti shpirtëror mes Filipit dhe Aleksandrit, por vetëm mosbesim dhe gënjeshtra. Në vjeshtën e vitit 338 para erëson, mbreti Filipi II i Maqedonisë kontrollonte pjesën më të madhe të Greqisë, dhe një fitore vendimtare në Sherone, ku Aleksandri luajti një rol kryesor në betejën kundër Athinasve, bëri që ai të fitonte një respekt të madh tek ushtarët dhe na futi në epokën e sundimit bab e bir. Kur ai arriti moshën 18 vjeçare, Aleksandri tregoi se ishte i denjë të zëvendësonte babain e tij në front. Ai e ndjeu natyralisht që ky pallat në Egje do të bëhej vendi ku ai do të drejtonte. Por një seri ngjarjesh ndodhen kundër dëshirave dhe shpresave të tij. Ngjarje ku origjina e të cilave nuk është lufta, por dashuria. Disa muaj pas fitores së tij në Sherone, Filipi vendos që të marrë një grua të re, Kleopatrën, 20 vjeçare. Duke qenë se ishte bie një familje që i përkiste elitës maqedonase, ajo u bë gruaja e tij e re. Mendoj se kjo ka të bëjë me faktin që ai po i afroi të 50-tave dhe që gjeti një grua të re të mrekullueshme, fal të cilës ai mund të bënte një martesë aleance me një familje të fuqishme maqedonase. Dhe pikërisht, ai e shfrytëzoi rastin. Pra këtu kemi një burr në moshën 50 vjeçare që ka një marrëdhënie me një vajzë e cila ishte 30 vjet më e re se ai. Pra po ja u lë juve që t'i nxirrni përfundimet. Pavarësisht arsyes së kësaj martese, vendimi i Filipit për të martuar Kleopatrën qëndron në origjinën e një bisede mjaft të gjatë të nisur mes Aleksandrit dhe nënës së tij, Olimpias. Nëse Kleopatra do të lindte një djalë, atëherë pikërisht ky do të zinte vendin e Aleksandrit, duke qenë se do të ishte fëmia i ligjshëm i Filipit, sepse ëma e Aleksandrit ishte me origjinë nga Epiri, që nuk bënte pjesë në Maqedoni.
Aleksandri, i cili u rrit duke lexuar Iliadën dhe duke dëgjuar mësimet e mjeshtrave të tij që shihnin tek ai një zëvendësues të Akilit, tashmë mund të shihej si një prijes. Por nga ana tjetër, ishte akoma i ati që zotronte Fronin, dhe ky tashmë ishte i rimartuar dhe mendonte që sa më shpejt të mund të lindte një pasardhës me Kleopatrën. Et il est fort occupé à faire des enfants à Cléopâtre aussi rapidement qu'il le peut. Pikërisht ky tension që po jetonte brenda familjes arriti kulmin gjatë një nate mjalti të çiftit në vjeshtën e vitit 338 para erës sonë. Maqedonasit ishin shumë të famshëm për banketet e tyre, pjesa më e madhe të cilëve shtroheshin këtu në pallat. Një banket tradicional Maqedonas ushtrua menjëherë pas martesës Filipit me Kleopatrën, dhe gjatë këtij disa burra kaluan në gjendje të deuri. Atali, xhaxha i Nuses, ngrinte dolli për zotat që ata ta bekonin këtë martesë në mënyrë që më vonë mund të lindte një pasardhës i duhur për Fronin. Shumë i acaruar, Aleksandri bërtet: "Përse? Ti më merr për budalla?" Dhe i derdh kupën e verës në fytyrë. Filipi çohet, nxjerr shpatën dhe drejtohet drejt djalit të tij, por ai ishte aq i dehur sa bie. Aleksandri tallet me të atin duke deklaruar: "Ja njeriu që ka ndërmend të kalojë nga Evropa në Azi, por ai nuk është i aftë të kalojë nga një tavolinë tek një tjetër." Në këtë moment mori fund një marrëdhënie babe bir, të cilës ishin dashur 18 vite për të krijuar. Dhe kjo ngjarje shënoi fundin e mundësive për të krijuar aleanca përmes dinastive familjare. Menjëherë pas skandalit të këtij banketi, Aleksandri dhe ëma Olimpia u strehuan larg, por Filipi u bind se kurora kishte nevojë për një trashëgimtar, si edhe për një drejtues ushtarak të zotin. Ai arrin të bindë Aleksandrin për të rikthyer në vend, vetëm Olimpia nuk u kthye. Pavarësisht faljes që Filipi kërkoi, përsëri nuk kishte asnjë garanci që një ditë Aleksandri do të ishte mbret. Në vitin e ardhshëm, Kleopatra lindi një djalë, dhe nëse Filipi do të jetonte gjatë, nuk do të ishte Aleksandri që do të merrte Fronin, por vëllai i tij Maqedonas. Por në këtë kohë që zënkat mes Filipit, Aleksandri dhe Olimpias sikur u qetësuan, mbreti u përqendrua tek qëllimi i tij i madh. Duke qenë se zotëronte të gjithë Greqinë, tani më synonte të shtrihej drejt Azis. Ai dërgon një garnizon të vogël ushtarësh në drejtimin e generalit Parminon në brigjet perëndimore të Azis për të vlerësuar pengesat dhe për të vendosur një lidhje. Parminoni ishte generali i tij i parë dhe për të kishte një rëndësi të veçantë. Ai ishte krau i djathtë i tij, tek i cili kishte besim të plot. Ai ishte një politikan shumë objektiv dhe një konspirues i tmerrshëm. Këto avantazhe të tij të mëdha e lidhnin ngushtë me Filipin dhe gjithashtu e bënin atë një general me cilësi të larta. D'autre part, à ses qualités indéniables de général. Por përsëri përpara se të rrezikonte që të merrte një rrezik duke shkuar drejt Azis, Filipi vendosi që të këshillojë me zotat. Ai dërgoi një emisar në Delf për të pyetur nëse ai do të mund të mposhte Dariusin, mbretin e madh persian. Përgjigjja që mori ishte e kënaqshme. Dashi është kthyer drejt nesh. Sakrifica është gati. Por këtë Filipi e interpretoi si një të dhënë e cila do të tregonte se Dariusi do të ekzekutohej si një viktim në një hotel. Filipi ishte përballë fushës së betejës për sakrificën e madhe. Ai donte të bënte pjesë të kësaj sa më shumë grek. Atëherë ai organizon shumë konkurse muzike dhe bankete të mëdha për këtë rast. Ai kishte vendosur që t'u prezantojë grekëve si një njeri i madh. Të gjitha këto festime u zhvilluan në kryeqytetin e vjetër të Egjeut. Por realizimi i kësaj profecie ishte komplet i kundërt me të. Ne jemi në tetor të 336 para erës sonë.
ja arena në qytetin e lashtë të Egjeut. Mira Maqedonas u mblodhën këtu në prani të mbretit Filip dhe Aleksandrit për një fest në nderim të zotave. Kjo ishte një ngjarje shumë e gëzuar për të gjithë me përjashtim të një njeriu, Pausanias, një oficer i mbretit. Sipas historianit Romag Dior, Pausanias e donte shumë Filipin për të mirat e tij, por në momentin që ai e zëvendësoi me një tjetër njeri, ky reagoi keq. Ai akuzoi oficerin tjetër të ishte një hermafrodit dhe mendjelet. Për këtë, ai u fto. Pinte verë derisa dehej dhe kur ishte inkoshient, afroi afër mbretit që gjithashtu i dehur nga alkooli, tallej me të. Lui font subir les pires outrages. Ai u ankua shpeshherë afër Aleksandrit për këtë, por nuk u mor asnjë mas. Në një moment që ishte i dehur, vërsulet drejt Filipit, e plagos dhe më pas largohet duke vrapuar, por kapet shpejt nga rojet dhe vritet. Aleksandri afrohet tek Ati, por është shumë vonë. Filipi vdes në vitin 336 para erës sonë. Menjëherë mendohet teoria e komplotit. Ka shumë mundësi që gruaja e parë e Filipit, Olimpia, të ketë qenë organizatorja e kësaj vrasjeje për të siguruar hipjen në front të Aleksandrit, djalit të saj. Dhe Aleksandri vet kishte luajtur një rol në përgatitjen e vrasjes së të Atit. Pra në këtë pikë, kur këto pyetje janë piknisje debati, një problem i madh duhet zgjidhur menjëherë. Duhet ditur nëse Greqia do të pranonte Aleksandrin si mbret. Kur mbreti Filipi Maqedonis u vra në vitin 336 para erës sonë, nuk pati asnjë dyshim që ishte oficeri i tij, Pausanias, që i dha goditjen finale. Ashtu si për çdo krim të kryer në mënyrë personale edhe sot, shtrohen pyetjet nëse ka patur edhe bashkëpunëtor të tjerë apo jo. Teorinë e komplotit e mendojmë që prej fillimit, sepse edhe Ponaisas gjithashtu u vra menjëherë kur u kap te Karatisi nga një shok i ngushtë i Aleksandrit, gjë që e bëri që fjala e tij të mos dëgjojë kurrë. Ce qui l'empêche évidemment de parler. Të gjitha të dhënat të çojnë menjëherë tek Olimpia dhe në këtë mënyrë tek Aleksandri. Të vërtetën ne nuk do ta njohim kurrë. Nous ne la connaîtrons jamais. Pas një ceremonie gjigante, trupi i Filipit dhe gjërat me vlerë personale të tij u vendosën në një dhomë të madhe mortore e cila më pas u mbulua me disa tonelata dhe. Sipas një shprehjeje të antikitetit, aq më shumë masiv ngrihej, aq më shumë ishte i rëndësishëm edhe njeriu nën të. Shumë shekuj më vonë, disa arkeologë morën në konsiderat këto elemente për të zbardhur varrin në rajonin e Vergjina në Greqi, jo shumë larg nga pallati i vjetër mbretëror i Egjeut. Këtu është vendi ku mbreti Filip është varrosur, afër pallatit të tij, në një kodër artificiale. Një vend i njohur si Tumulusi i Madh. Varri ka mbetur i fshehur për më shumë se 2000 vjet, deri në zbulimin e tij në vitin 1977 nga arkeologu grek Manolis Andronikos. 15 vjet më vonë u ndërtua një muze madhështor në brendësi të tij. Muzeu i Vergjina është një mrekulli e arkitekturës dhe stilit modern. Atje ekspozohen me finesë objektet e zbuluara në shumë varre. Ja dhoma mortore e Filipit të dytë. Këtu dëgjova të flitej për zbulimin e asaj për herë të parë, por nuk arria do ta besoja ashtu si shumë arkeolog. Asnjëherë nuk kishte zbuluar një varr Maqedonas i këtij perandori, por ja te kishte.
Fasada ngjan me atë të një tempulli me një hyrje të madhe të mbështetur në 2 gjysmë kolona prej pllaka zhguri. Mbi hyrjen gjendet një afresk me pamjen e një skene gjuetie mbretërore. Filipi është treguar duke gjuajtur luan dhe kafshë të tjera të egra në një pyll Maqedonas. Këtu një i ri me kalë është duke e sulmuar dhe bëhet fjalë për Aleksandrin. Zbulimi i varrit të babait të Aleksandrit të Madh ishte parë tashmë, por ajo që arkeologët nuk dinin, ajo që asnjëriu nuk do t'i shkonte në mendje, ishte thesari i madh që ata zbuluan në brendësi të tij. Në kundërshtim me atë çka pritej, të gjitha pasuritë e Filipit të dytë u gjendën në arka të rënda ari. Në dhomën mortore u gjende dhe kurora e tij me fletari, si edhe armatimet e luftës ku përfshiheshin buroja, kaska dhe shpata. Me njëherë pas varrimit të babait të tij, Aleksandri u përball me hapin më të madh që bëri në jetën e tij të shkurtër, të provonte që ishte një qytetar Maqedonas që meritonte të bëhej mbret. Aleksandri ishte vetëm 20 vjeç kur gëzoi perandorinë e tij, e cila në atë kohë ishte përfshirë nga xhelozit dhe akmarrjet. Këshilltarët e Aleksandrit, duke parë gjendjen e vendit, i thanë atij të lejonte shtetet greke në një formë autonomie në vendimarrjet politike. Ai vendosi të bëhej kështu dhe mendoi që mënyra më e mirë për të siguruar bashkimin e vendit ishte veprimi me zgjuarsi. Et décide que la seule façon d'assurer la sécurité de son royaume est d'agir avec audace et un esprit noble. Ai ishte i bindur që nëse do të krijojë vetëm një fraksion për ta sulmuar, atëherë të gjithë armiqtë e tij do të përfitonin nga kjo për t'u vënë kundra. 6 muaj më vonë, Aleksandri është në krye të ushtrisë maqedonase me qëllimin për të rifituar kontrollin e Greqisë. Ai fitoi respektin e trupave të tij përmes udhëheqjes vendimtare dhe kurajoze. Mamaja e Aleksandrit, Olimpia, urdhëroi ekzekutimin e djalit të sapo lindur nga Filipi dhe Kleopatra. U vetvra më vonë duke lënë Aleksandrin si trashëgimtar të vetëm të fronit. Mbreti Aleksandër më pas hadh sy tek ajo që më vonë do të bëhej qëllimi i një jete të tërë, pushtimi i Persisë. Por më përpara, duke ndjekur traditën e Taatit, ai vendosi të këshillohej me orakullin e Delfit, për të parë nëse është ai i zgjedhuri i zotave për të mposhtur Dariusin e Madh të Persisë dhe për të mbretëruar në të gjithë Azinë. E të kundërt me Filipin që dërgonte një lajmëtar, Aleksandri shkoi vetë aty në muajin nëntor të 335 para erës sonë. Kur ai mbërriti në Delfi, i thanë që nuk kishte një periudhë përshtatshme e vitit dhe nuk mund të këshillohej me orakullin gjatë muajve të dimrit dhe duhet të vinte përsëri në pranverë. Aleksandri, që nuk njihte refuzimet, shkon me forcë tek prifëresha dhe nxjerr atë në tempull. Pas pak, ajo nisi të shprehet duke i thënë se ai ishte shumë i egër. Aleksandri ja ktheu se kjo i mjaftonte. Ai e kishte marrë tashmë përgjigjen që kërkonte. Ashtu si në shumë histori me Aleksandrin, është shumë e vështirë të veçosh vërtetësinë e tij për miti përgjatë vizitës së tij në Delf. Por dëshira e tij e madhe për të pyetur zotat dhe për të marrë mendimin e tyre e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Atëherë kur ai ishte në pikën për të nisur një rrugë që do të zgjaste 12 vjet, ka mundësi që të ketë pasur të fiksuar një ide që vetëm ai kishte dhunti mbi njerëzore. Kur niset për në Azi, e ëma Olimpia, i thotë që kur të kthehet do të kishte me vete një sukses të pabesueshëm dhe më të madhin e të gjithë jetës së tij. Shumë mendojnë që ajo më pas do të pyeste veten, e fiksuar pas magjive, pyetje të cilën vetëm ajo ja dinte përgjigjen. Aleksandri është djali i një zoti apo i një të vdekshmi?